Sot zyrtarisht nisi fillimi i punimeve të cilat do të realizohen në fshatin Vlashnje për ndërtimin e infrastrukturës, rrugë dhe ambient të turizmit malor dhe rural Vlashnje Muradem. Me këtë rast kryetari i komunës Shaqir Totaj tha se sot me rastin e përurimit të fillimit të rrugës fushore mes fshatit Vlashnje dhe Kobanj, tha se kjo rrugë padyshim se do ta lehtësojë qarkullimin e qytetarëve dhe ka një rëndësi të madhe për këtë pjesë të këtyre fshatrave dhe kësaj rrethine. Projekti është në vlerë 500.000 euro. Kjo ka parakushtet edhe për zhvillimin e turizmit. Sot filloi kjo rrugë për 6 kilometra. Me qëllim të përmirësimit cilësisë jetës, por njëkohësisht me kriju parakushtet edhe për zhvillim turizmi. Normal duke falendëruar punës së stafit të drejtorisë dhe vetë drejtorit, edhe me përkrahje nga ana e komunës. Pasi janë kryer procedurat parapake, sot ka filluar punën i projekt, do të jetë diku hapja rrugëve në një distancë prej 6 kilometra. Do të lehtëson dukshëm qarkullimin në këtë pjesë të territorit të komunës Përzenit, edhe po tham do të krijojnë parakushte që banorët, turistat, vizitorët e rastit të kenë mundësi që të vinë, të shohin bukurinë natyrore, edhe lumbardhi është këtu afër, edhe drimi i bardhë është afër, edhe konsiderojmë se me këto investime në kontinuitet po i prekin nga pak të gjitha pjesët e territorit të komunës, edhe po e përmirësojnë kualitetin e jetës të banorëve tash për këtë rast të kësaj ane, por në përgjithësi të territorit të komunës do të vazhdojmë edhe mandatin tjetër me punë të tilla të mira, edhe jemi të sigurt se performanca veç sa do vjen edhe të rritet, edhe kualiteti i jetës së banorëve do të pëson rritje kualitative. Drejtori i turizmit Ramadan Tarasha i lidhur me këtë rrugë tha se herët kjo rrugë ka qenë lidhëse e 3 fshatrave. Besojmë se turizmi në këtë pjesë do të rritet, tha ai. Kosta e projektit është diku 532.000 përafërsisht. Do t'i shërbej shumë qytetarëve sepse do të ketë edhe urë lidhësa atje ku tjetë Bistrica, do të ketë rrugë që do të çojnë prej Vlashnjës, Kobaj, prej Kobaj, Muradem, gjitha vendet janë të lidhme përmes këtyre rrugëve dhe turistat mund të lëvizin pa kur çfarë problemi në këta male dhe të vizitojnë malet që janë për turizëm. Sa do të jetë dinamika e punimeve? Projekti është 2 vjeçar dhe po besojmë që brenda afatit do të përfundojnë gjitha punimet. Kurse kuvendari i Kosajana Alban Bislima i ka qenë një kërkesë e hershme për të lidhur këto 3 fshatra dhe është rrugë e rëndësishme dhe ka një histori e rrugë. Ky investim është i rëndësishëm. Ka qenë një kërkesë ka hershme, qysh në vitin e parë të mandatit tim, që kam kërkuar që këto rrugë të hapen, janë rrugë malore, janë rrugë që lidhin 3 fshatra, domethënë Kobaj, Vlashnja dhe Muradem. Dhe është një rrugë e cila është e rëndësishme për komunitetin që jemi këtu, pasi që me këtë rrugë lidhen edhe një pjesë atë që është historike të shkëmbëve të Drinit, por është edhe Drini i bardhë atje që ka shumë vizitorë që vizitojnë atë pjesë, tu marr parasysh që edhe unë si banori i kësaj one, domethënë nuk kam mundur të shkoj madje edhe as me teknika trona traktor për shkak që është mbyll kjo rrugë, dhe kështu që po besojmë që kjo rrugë po hapet, edhe është një investim shumë i qelluar për regionin që jemi ne këtu. Sabete Hoxha, kryetari i fshatit në Vlashnje, shprehet se kjo rrugë mund të përdoret edhe si kreacion turistik dhe kjo lehtëson qarkullimin e këtyre banorëve dhe të tjerëve. Ndërlidhe disa fshatra njëkohësisht nuk presin vetëm me qenë turizmi lokal, mirë po me qenë pak edhe turizëm që vjen edhe nga jashtë, pasi që ja vlen të vizitohet se janë disa vende shumë të lashta historike. Kjo rrugë ka pasur një rëndësi si rrugë lidhëse edhe gjatë luftës së UÇK-s.